Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për shenjën e luanit për muajin korrik. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor sepse akoma s'kan mbaruar. Video të javës, por dhe video me tema të ndryshme dhe tema për dashurinë. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e luanit. Dhe fillojmë në lidhje me javën e parë. Atëherë në javën e parë keni të bëni me energjitë shenjave të shenjës së ujorit, energjia e shenjës së demit, shigjetarit peshores dhe energjitë shenjave të zjarit. Erdhi një energji fantastike, shoh realizime. Ju do keni një realizim në lidhje me dashurinë. Ju do filloni një dashuri të re dhe do harrini të realizoni diçka me këtë person. Në rastin tjetër, mund të jetë fillimi i një shtatzanie. Sepse shoh fillime të reja këtu që do ketë shumë pasion, por ndërkohë shoh edhe një realizim. Mund të jetë fillimi i një shtatzanie dhe është një muaj ku jemi në shenjën e Gafores, ku është një energji, është energjia e familjes, sepse Gaforia përfaqëson familjen, shtëpinë, por edhe lindjen, edhe shtatzanit. Dhe shoh që ju do keni një fillim të ri, një shtatzani të re. Ndërsa për një pjesë tjetër, dhe shoh që do ta realizoni këtë gjë. Për një pjesë tjetër mund të ketë një fillim i ri në punën tuaj, një projekt, një bashkëpunim, një karrierë e re, por që do marrë zhvillime shumë të mira. Sepse këtu kemi planetin e Jupiterit, që është planeti i fatit, dhe këto fillime që do bëjnë gjatë kësaj jave do marrin zhvillime shumë të mira, por do t'ju sjellin bollëk dhe prosperitet gjatë javës së parë. Gjithsesi, është një javë fantastike me realizime, fillime të reja që marrin zhvillime me shumë pasion, por ndërkohë dhe me kontrata të rëndësishme te vendi punës. Mund të jenë edhe kontrata shtëpie, kontrata në lidhje me punën tuaj, largime jashtë shtetit ose diçka tjetër, gjithsesi shoh që do keni kontrata të ndryshme. Dhe në javën e dytë të muajit korrik, këtu keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit, por dhe të ajrit. Do keni flerte për pjesën e personave që janë beqar, ju do keni flerte, do keni romanca, por ndërkohë ju shoh që jeni përballur me shumë sfida, me shumë vështirësi, por do t'ja dilni, ndoshta në lidhje me një person. Ju keni dashur flertoni me një person, personi ndoshta është treguar pak i vështirë, por ju do t'ja dilni. Do të tregoni shumë të vrullshëm, shumë të nxituar me këtë person. Duhet keni kujdes me fjalët që do thoni. Ndërsa mund të jetë një person që ju ta gjeni në udhtim, sepse ju shoh në shumë udhtime këtu. Si në fillim të javës edhe në fund të javës. Ju mund të shkoni dhe një javë me pushime, por gjithsesi mund të jetë një person që ju do ta njihni në këtë udhtim. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që do keni udhtime, lajme të mira, por do keni disa pengesa, ndoshta gjatë rrugës ose në lidhje me një udhtim që dëshironi ta bëni, dhe ju shoh që ju do tregoni pak të nxituar, dëshironi me çdo kusht që ta bëni këtë udhtim. Në lidhje me punën, ju do keni lajme të mira, dhe pse do keni dhe aty disa pengesa gjatë mesit të javës, ju përsëri do t'ja dilni. Por duhet të tregoni pak të kujdesshëm në lidhje me nxitimin gjatë javës së dytë dhe në fund të javës së dytë, sepse ju shoh që do tregoni pak të nxituar në fjalët që do thoni ose edhe në lidhje me disa diskutime. Kjo ka lidhje edhe me anën ekonomike, do merrni lajme të mira nga ana ekonomike, por mund të nxitoheni edhe të shpenzoni gjatë kësaj jave. Ndoshta do shkoni me pushime, aty ju mund të tregoni pak të nxituar në lidhje me shpenzimet që do bëni.
Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh në fillime të reja. Mund të jetë fillimi i dashurie të re, ku ju dëshironi të riskoni me këtë person të merrni iniciativa. Dhe është ky person që ju do flertoni që në javën e dytë. Në javën e tretë ju dëshironi ndoshta të vazhdoni me këtë person ose të çoni gjërat para. Për në një rast tjetër mund të jetë një person te vendi punës. Është një person që do tërhiqet nga ju. Dhe ky person dëshiron që të ketë një fillim të ri me ju. Dhe ju do jeni në pritje të një përgjigjeje nga ky person. Ju shoh ose mund të jetë edhe personi që është në pritje të përgjigjes tuaj. Gjithsesi në lidhje me marrëdhëniet, edhe aty do dëshironi të çoni gjërat para, do jeni më të organizuar, do jeni më bashkëpunues në marrëdhëniet tuaja, por ju shoh në pritje të diçkaje. Ndoshta një pjesë mund të jenë duke qenë në pritje për t'u larguar për pushime në javën e tretë. Ndërsa nga ana ekonomike, ju mund të filloni diçka të re, një aktivitet, një punë, një biznes, ose një bashkëpunim, një marrëveshje pune. Dhe ju shoh që dëshironi të hidhni hapat me iniciativa në lidhje me këtë gjë, por të ardhurat si fillim do jenë të vogla. Dhe do jeni në pritje të zhvillimit të këtij aktiviteti që ju do hapni, ose të një bashkëpunimi, të një projekti që do keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Dhe këtu energjit i tham, keni të bëni me energji toke, energji zjarri, dhe kemi me energjinë e demit këtu. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, ose ju mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Në javën e katërt ju shoh që mund të kemi energjinë e shenjave të tokës, të ajrit, por edhe të shijetarit. Gjithsesi në javën e katërt ju shoh që ose do keni një ofertë në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër mund të jeni duke menduar seriozisht në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërsa për disa të tjerë mund të mendoni në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi një pjesë prej jush ju shoh në një pozicion të favorshëm. Disa prej jush mund të jeni duke menduar për të mbështetur dhe diko ose dikush do t'ju mbështesë ju. Por ndërkohë ju shoh keni në mesin e javës do jeni në gjendje pagjumësie, do jeni në gjendje stresi, tensioni, dhe kjo mund të ketë vazhduar për një kohë të gjatë. Ndoshta më tepër në lidhje me anën ekonomike e shoh. Dhe në fund të javës ju do t'i lini mbrapa të gjitha problemet që mund të keni pasur dhe do t'tregoni më të kujdesshëm. Sepse ju shoh në javën e tretë ju do shpenzoni, ose në javën e dytë ju shoh që tregoni pak të nxituar. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet, aty shoh që nuk e di, dhe aty ndodheni në një situatë që mund të keni qenë për një kohë të gjatë, pak të stresuar, të tensionuar, por është drejt fundit, sepse jemi te 9 e shpatave, nga 9 e 10 do dhe 1, dhe ju shoh që në fund të javës dëshironi të lini mbrapa problemet që keni kaluar dhe do t'tregojeni më të kujdesshëm edhe në marrëdhëniet tuaja për t'i çuar gjërat para. Nga ana ekonomike edhe në punë, edhe aty një pjesë tjetër, jo të gjithë mund t'i kalojnë këto situata, dikush mund të jetë në punë, dikush në marrëdhënie, dikush në njohje lidhje, ose edhe nga ana ekonomike, ose në shtëpinë tuaj me fëmijët tuaj, varet nga situatat që keni. E rëndësishme është që ju jeni drejt mbylljes së këtyre situatave, por ndërkohë ju shoh që ju do jeni duke mbyllur, duke lënë mbrapa problemet dhe situatat. Disa prej jush mund të jeni duke menduar për fëmijët tuaj, mund të jeni në pritje që fëmijët ju vinë, ose ju të shkoni te fëmijët tuaj. Më falni. Gjithsesi është një muaj fantastik. Fillimi i muajit është vërtet shumë i mirë, sepse ju realizoni gjithçka, keni fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira, si në dashuri, në shtatzani, në lidhje me punë, me projekte, me bashkëpunime. Keni lidhje kontratash të rëndësishme,
keni flerte romanca, thjesht mos u tregoni nxituar në javën e dytë. Dhe në javën e tretë ju shoh në pritje ose për largime, për shkuar me pushime, mund të prisni një përgjigje nga një person që e keni në distancë. Në lidhje me dashurinë, mund të prisni përgjigje nga fëmijët tuaj ose edhe e kundërta. Por në javën e katërt, java e katërt nuk është shumë e mirë, edhe pse në javën e katërt ju hyni në shenjën tuaj. Por shoh që gjithsesi është fundi këtyre situatave. Ju çliroheni nga disa situata. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim çfarë mesazhe ju japin për muajin korik. Dhe kemi nëndën e kupave. Është një energji shumë emocionale për ju. Do jeni shumë emocional gjatë këtij muaji. Dhe ju thotë që mërzitja, të gjitha mërzitjet që keni kaluar do paguhen, thotë. Do me thënë do paguhen në një formë ku flasim paguhen për mirë, jo për keq, sepse keni kaluar mërzitje dhe shoh që gjërat do t'ju shpërblehen në një farë mënyre. Gjithë shqetësimet do largohen. Dashuroni, dashuria është jeta, thotë, ose dashuroni jetën. Është një mesazh fantastik. Ju shoh që do jeni shumë emocional, sepse kjo në tarot tregon emocione, tregon lajme të mira, një çlirim shpirtëror. Por tregon edhe një muaj ku ju po të vëmë re këtu ka lidhje me, sepse është energji ujë, por ka lidhje me detin, ju mund të shkoni edhe me pushime, mund të jeni afër detit, do të jeni mirë gjatë këtij muaji. Gjithsesi është një mesazh fantastik dhe një muaj fantastik edhe në lidhje me ju. Atëherë, ju uroj një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emaili. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një muaj sa më të mbar.